Provat e ka seriozë Skënderbeu Gjian, ka pas lufta, 3 lufta dhe ka hup. Tani e ka marrë fëmijët, e ka marrë Skënderbeu dhe 3 vllazërit, e kanë çuar Osmani Perëndime, janë rritë aty bërë plakt. Kanë konzumu tradicion, kulturë islamit, në bazës e islamit. Kanë marrë mësime zanat, me shpat, me goditje, në dije, në libër Koranit. E kanë drejtu, e kanë rritë, e kanë dhënë rritore, e kanë dhënë etikë, e kanë dhënë moral. Qa kanë bërë këta, ja kanë kthye shpinën, ka dosh, kur ka dek Tina Skënderbeu baba, u kthye kjo Shqipnia me marrë atë livadhat, atë arat, e ka bërë mobil, e ka mobilizu njerëzit, një fanatismus, një nacionalismus, një rasismus, janë bërë kundër shtatë e Osmanit, kundër shtatë e kalifatit. Shteti Islamit, Osmanit, ka luftu, e ka hup tani më. Kjo kon krisht, e shqiptarët e marrën këta si simbol, e marrën këta si kun drejtar, e marrën këta si kun kanë mosu zat. E festojnë cilët ceremonia, e festojnë këta, e mbajnë këta me veti Shqiponin. Sikur në për dasma, sikur në për ditëlindja, sikur pavarësia, sikur institutin nëntor. Çka është shirk që dalin për fejes, që s'janë muslimanë, s'janë konë muslimanë. Qëta rajonë këtu me keve takfira, plagë këtë kufër keve, qëta njerëz që janë Shqiponin, që janë racional. Dhe e vaj këta imanin të Allahit subhanahu wa taala. E lidhen të Allahit. Dhe kufër të këta.